kishëm të cenzuruara, unë i bëra në atë kohë vetëm 2 këngë. Mori vjollca që qelë në saksi dhe po i bjene rarat e zeza. Mirë po i bjene rarat e zeza u cilësua si këngë me motive nacionaliste, patriotike, ku di unë edhe mandalu. Pastaj mu më ktheu publiku gjatë performancës sime, do më thonë 3-4 herë, 5 herë, nuk e di, edhe pe adrenalinës, pe dashurisë, unë filloha me këndu prapë, pa i bjene rarat e zeza, do më thonë, pa lejen e autoriteteve të asaj kohë, edhe faktikisht u bë që u bë, ka qenë një ndjeri një Bedri Muçolli i cili ishte si u thesë si shoqënisë kur artistike Rilinja të asaj kohë dhe për një derë tjetër më futi makinë dhe më qëj në atë kohë në podeve dhe shpëtova do më thonë për më të keqës. Mund të kishit pas edhe pasoja, besoj kur keni kënduar këngë patriotike? Kam pas edhe kolegët e tjera, do më thonë, kanë qenë publike të asaj kohë, do më thonë, arrestimi i shumë personaliteteve artistike të asaj kohë për arsye se ka qenë kohë e pa kohë. E dim gjithë, do më thonë, Shkurtja, Shyretja, Iliri, Nikola, unë Sinani, plot të tjerë, do më thonë, mos të harrojnë njërin, Ismet Bexheti, do më thonë, kanë qenë të gjithë të persekutuar në atë kohë për shkak sepse kemi qenë të cenzuruar. Ndërsa tash kjo kohë është pak më ndryshe.